Bedri Hamza u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, por shtrohet pyetja, a e meriton zoti Hamza këtë detyrë të lartë në krye të partisë kryesore të opozitës, ose partisë së dytë më të madhe në vend? Mendoj se po, po do pritej që në zgjedhjet e nënshkurtit të këtij viti të dilte forcë e tretë politike në Kosovë, ajo kaloi LDK-n dhe mbeti sërish forcë e dytë, edhe për shkak të performancës së kandidatëve të PDK-s për kryeministër pra të Bedri Hamzës. Suksesi i tij elektoral nuk ishte fitues, por ishte arritja më e mundshme në kushtet e kësaj partie. Membri dhe Bedri Hamza kishin rolin kryesor, në këtë kuptim kreu i ri i PDK-s nuk mund të kontestohet, deklaroi ai. Mirpo Betyçi theksoi se tjetër është të meritosh diçka e tjetër të krijosh, gjasa të ndryshosh gjërat në PDK. Sipas tij Hamza është menaxher, por jo lider, pasi të fortët e kësaj partie vendosen atë në udhëheqje. Por është tjetër të meritosh një pozitë të tillë dhe tjetër gjë të krijosh shpresa se mund ta nxjerrësh partinë në fjalë nga pozicioni ku është. Nuk besoj se Bedri Hamza mund ta bëjë këtë. Ai është menaxher shumë i mirë, njëri shumë i mirë, por jo edhe lider. Partia Demokratike e Kosovës nuk po pretendon lider. Zgjedhja e Bedri Hamzës është plotësisht i dëshirës së të fortëve në këtë parti. Të fortët si Sami Lushtaku kanë vendosur që të sjellin sërishmi në krye të partisë një person me imazh pozitiv, por që nuk ka asnjë ambicie për të bërë lider, nuk ka autoritet dhe prestizh minimal për të përballur me sfidat e kohës në Kosovë. Ky është Bedri Hamza. Tutje profesori kritikoi mënyrën se si u zgjodh kryetari i ri i PDK-s, e që sipas tij ishte gjë e diktuar. Ai vlerëson se personat e tjerë pyetën për këtë parti dhe si rrjedhoi Hamza nuk mund t'i jap frymë të re asaj. Jam i bindur gjithashtu se zgjedhja e tij në mënyrë të shpejtuar në krye të PDK-s është akt i diktuar edhe nga dy ish kryetarit e kësaj partie që me të drejtë apo pa të drejtë mbahen në qelit e Gjykatës Speciale të Kosovës në Hag. Pra ka ndorë Hashim Thaçi dhe Katri Veseli, por Thaçi është kryesori. Përpasoj, ai nuk sjell ndryshim. Nuk mund të këndell as të jap frymë Partisë Demokratike të Kosovës. Është nën tutelën e fuqishme. Asnjë parti me lider frikacake të detyruar të bëjë çfarë i thonë të tjerët, qofshin dhe këta të fortë apo lider paraardhës nuk ndryshon. Nuk do të ndryshojë as pak Partia Demokratike e Kosovës. Vendimi i kësaj partie i artikuluar nga Vlora Çitaku për të mos marrë pjesë në seancën parlamentare për buxhetin e shtetit të vitit 2026 është prova e parë e radikalizmit të PDK-s në drejtimin e Bedri Hamzës. Kjo tregon se zgjedhja e tij është makjazh. Madje kjo ndodh kur drejtuesit e fshehtë të kësaj partie të kenë vendosur që ta radikalizojnë më shumë partinë e tyre, zgjedhin një të moderuar me qëllim që të fshehin karakteret neofashiste të partisë së tyre. Kjo ka ndodhur me këtë parti në konventin e fundit dhe ndodhi zgjedhja e lirë, pa debat, pa kundërkandidat, pa platforma në diskutim. Krahas kësaj, përmendi edhe tentativat e Hoxhait për të kandiduar për kryetar, mirë po që një gjë e tillë dështoi. Një përpjekje e ish kryetarit të komanduar të kësaj partie, pra Enver Hoxhait, për të zgjatë afatin e mbajtjes së konventës dështoi sepse ata që emëruan Bedri Hamzën kishin vendosur të mos kishte kundërkandidat, frika se mos fiton dikush i pabesueshëm. Për kastën e vjetër bëri që zgjedhja e kryetarit të ri t'i ngjante një puçi politik brenda kësaj partie. Kjo karakteristikë e procesit të zgjedhjes nuk jep asnjë shpresë se diçka do të ndryshojë në këtë parti. Nuk premton se PDK-ja do të bëhet më shumë partie e interesit të Kosovës se sa partie e interesit të fortëve që e kanë ngrabit Kosovën me e pa licencë, shtoi ai. Në fund, profesori shtoi se nuk do të ketë ndryshim në vendimarrjen e PDK-s dhe një kryetar moderator si Hamza, e këtë e sqaroi si më poshtë. Vendimarrja do të mbetet ajo që ishte, madje më radikalizuar, sërishmi nga një kryetar moderator. Veprimet do të radikalizohen gjithashtu duke përdorur sidomos metodat që kanë dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Nuk pres që të ketë kompromise të arsyeshme në dobi të interesit kombëtar, por ka një mundësi ndonse e vogël që grupi intelektualëve të kësaj partie të bëjë një rezistencë dhe të mobilizohet për të drejtat që u takojnë. Refuzimi i Enver Hoxhait për të kandiduar është arsye e mjaftueshme që të ndodhi ky rebelim. Nuk e di sa mban aktualisht lidhja me kryeministrin e Shqipërisë, zoti Hoxhaj, por nëse i ka shkëputur ose i shkëput këto lidhje,
ai mund të bëhet aktor dhe faktor stabiliteti, koherence dhe racionalizimi në Partinë Demokratike të Kosovës për të penguar krahun radikal të ish-lëvizjes popullore të Zvicrës, përmbylli Enver Betyçi për Bota Sot.